Sot, këtu më të marë, përballë figurës Prekcalit, Unioni Mbarkombëtar i Integrimit Burgosur për ndjekur politikë Shqipërisë shpalos projektin e ndërtimit të obeliskut në Vermosh të herojt Prekcalit me skulptor profesor doktor Sadik Spahin dhe një grup pune i përbër nga historian, fetar, drejtues shoqatash. Kelmendi Thërret, na ktheni herojnë e kufirit shtetëror shqiptaro-malazes Prekcalin mas 81 vitesh. Vermoshi don binin e tij në vendlindjen e tij. Kontribo në kthimin e këtij burri që nuk ja ktheu shpinën a dheu. Të nderuar bashkombas kudo që jeni, që ndodhemi në Amerikë, në Europë, të nderuar biznesmen shqiptar, të nderuar politikan, të nderuar familje fisnike për ndjekur politik nga diktatura, Unioni Mbarkombëtar i Integrimit Burgosur për ndjekur politik Shqipërisë ka si mision të nderoj ata burra dhe gra, të rinj dhe të reja, që përballon diktaturën komuniste dhe të përjetësoj figurat e ndritur të krahinave shqiptare që mbrojtën këtë kom nga shkombëtarizimi i diktaturës komuniste. Jemi vetmi vend në Europë, mas 35 vitesh që nuk i kemi dënu krimet e komunizmit, ku kjo ideologji vrau vlerat e kombit. Sot ardeuin Shqipëria vuan pasionet e rënda diktaturës dhe imponohet shoqërisë re vetëm heshtja ndaj këtyre krimeve makabre. Sot Shqipëria ka mbi 6.000 shqiptar të vrarë nga diktatori Enver Hoxha që nuk ka një varr dhe ju ka zhduk kufoma. Politika hesht, politika dur të roket, heshtjen e vet ndaj figurave të kombit. Sot shteti shqiptar nuk ka një muze për këto krime. Kërkesat tona të vazhdueshme ndaj këtij shteti nuk kanë munguar. Përgjigjja e tyre ka qenë vetëm heshtja. Sot jepen miliona euro për të riparuar godinën e vrastarit shqiptarëve, Hitlerit të Europës pas luftës botërore, diktatorit Enver Hoxha, dhe nuk jepet asnjë cent për krimet e komunizmit, për Spaçin, për Burrellin, për Çabarin. Kjo është klasa politike. Këto janë qeveritë shqiptare të padenja për vlerat e kombit. Nisur nga kjo heshtje vrastare politikës ndaj antikomunistave shqiptar, ne, antikomunistat, kemi për bazë thënien e patriotit të madh Hyj Gurakuqi, një popull që nderon burrat e vet, një popull që pavdekson kujtimin e tyre, jo vetëm në faqet e historisë, por dhe mbi rrasa, e në monumente, ai popull tregon se ka ndërgjegje, se ka ndjesi tolla, se njeh miradien, e ka dëshirën më usjell dhe më drejtu si pas shembullit mëdhajët vet. Fatin e familjeve tona, që dha jetën, përballun vujtet e tmerrshme të kanëve të përqendrimit, ne nuk do të lëmë heshtjen e qeverisë, por ne do t'i fusim në histori, do t'u ndërtojmë memoriale këtyre burrave dhe një ndër ndërtimin e obeliskut që paraqesim sot, kushtuar herojt luftar Prekcalit dhe të pushkaturit të Vermoshit. Ky burr luftoi derisa e pushkatoi komunizmi, që sot Kelmendi, Vermoshi e gjithë krahina shekullore mos ishte në pushtetin malazes për të ngelte shqiptar. Pra, ne shqiptarve janë kelmendasi, malësia madhe, që nuk do t'i harrojnë ta shqiptar të mëdhej. Prandaj ju bëj ftesë vllazore, kontribonin për jetësimin e Prekcalit dhe kelmendasit trima. Vermoshin do birin e tij të kthehet vendlindje, ta kthem Prekcalin vendlindje. Ja kemi borxh ti burri
që nuk ja kthej shpinën Adeu. Le të kthehen pushkaturit e komunizmin në vendlindjen e tyre. Çdo kontribus do të shkruhet memorialin e Preksalit. Qun Mulaj, baraktari Hotit u kthin Hot, dhe nderime gjithë kontribusve që kontribun për muzeun e Hotit. Ata nuk ju kërkuan din, as qeveris, as bashkis, për ban vetë hotianet si Trima dhe ndërtun muzeun që shot shkëlqen Hoti, Malësia e Madhe e Shqipëria. Të nderuar vëllezër, çdo kontribus do të ketë dokumentacionin e nevojshëm për të kontrolluar shpenzimet financiare. Kontributet mund t'i dërgonin Bankën Amerikane SHA, aty bank me numër llogarie 0030 312 dhe numri i banit. Grupi i Kund për ndërtimin e këtij memoriali madhështor janë 1. Autori realizues Besim Dregjoni, presidenti i Unionit Burgosur për Njegën Politik Shqipërisë. 2. Profesor Dr. Sadik Spahia, skulptori obeliskut, dekani i Fakultetit Skulpturës në Universitetin Shtetëror të Arteve në Tiranë. Prifti i Vermoshë, Profesor Dr. Romeo Durakuqi, historian. Zoti Mik Domi, kryetari i shoqatës së Vermoshë. Zoti Luiç Gega, kryetari i Unionit Malësisë së Madhe. Familjarët e pushkatumëve të Vermoshë, kryetari i shoqatës Preksalit në Amerikë, familjarët e Preksalit në Amerikë. E ftoj Bashkinë e Malësisë së Madhe t'i bashkohet ndërtimit të obeliskut dhe le të ndjeki shembullin e Bashkisë Lushnjës që ju bashku iniciativës tonë dhe vun kardinalin e parë shqiptar në Lushnjë ku kreu burg dhe internim. Kontributi juaj vlerësim për kombë. Obelisku do të lartësoj krenarinë e malsorëve Trima e herojt Preksalit. Do jetë një vend peligrimazhi për 33 shqiptare ta kuptojnë se çfarë krimesh ka bën komunizmi në Shqipëri. Ju falenderoj dhe ju ftoj të gjithëve të bani kontribus në këtë memorial madhështor europian në nderim të herojt Preksalit dhe malsorëve Trima të Kërmenit. Ju falenderoj. Tani ftoj mediat të fotografojnë memorialin, projektin që do të grihet në Vermosh përballë kishës mes atyre maleve madhështore, ku madhështinë atyre maleve do ta japi dhe mbrojtësi i kufirit Preksali dhe Vermosha si Tekërmenda si Trima që i rujtën këto troje që sot janë vllazërit tonë, vllazërit shqiptar. Ju falenderoj gjithëve. Ju falenderoj gjithëve. Dhe ju bëj thirrje kudo që t'jeni, në Amerikë, në Europë, në Gjermani, në Francë, në Australi, kontriboni që të kthehet Preksali në vendlindjen e tij në Vermosh.